Policia rrugore apelon që drejtuesit e automjeteve të përdorin goma dimrore dhe pajisje antirrëshqitëse, ndërsa temperaturat kanë rënë në zero dhe në rrugë ka prezencë bore. Drejtori i Policisë rrugore Perlat Vatoci u përsolli një mesazh të gjithë drejtuesve të automjeteve që çarkullojnë në zonat malore ku ka prezencë të rreshëve të dëborës. Shërbimet e Policisë rrugore prej ditës djeshme janë gatishme të plot për mbikëqyrjen e aksave rrugore ku ka problematika për shkak të kushteve të motit, funksion të parandalimit të aksidenteve rrugore dhe rritjes së sigurisë rrugore në tërësi. Për shkak të rreshëve të dëborës në disa aksa rrugore të vendit, sidomos në zonën malore, Policia rrugore apelon drejtuesit e mjeteve të përdorin autometet e tyre goma dimrore dhe pajisje antirrëshqitëse zinxhir të ndjekjen e udhëzimit e shërbimeve të Policisë rrugore, si dhe të respektojnë sinjalistikën rrugore gjatë qarkullimit në këtë akse. Shërbimet e Policisë rrugore janë kontakt të drejt me firmat e kontraktuara për mirëmbajtjen e rrugës, për pastrimin e aksave rrugore nga dëbora dhe kriposin, sidomos gjatë natës për shkak të temperaturave të ulta që pritet të jenë në dijem. Në rast nevoje përdorësit e rrugës të telefonojnë në numrin 112 ose të kontaktojnë me shërbimet e Policisë rrugore që janë të vendosur në akse për të marrë informacion për gjendjen e rrugës, si dhe për lëvizje të sigurt gjatë qarkullimit në këtë aks rrugore. Shërbimet e Policisë rrugore janë në detyrë për të menaxhuar trafikun rrugor me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore.